Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencën për shtat të pandehurit në kuadër të dosjes së njohur si Metamorfoza për pjesën e ndarë që lidhet me krimet të klasifikuara si të lehta. Në seancën gjyqësore të zhvilluar pranë gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ishin të pranishëm edhe të pandehurit Edmond Preka dhe Oltjan Bistri, ndërkohë prokuroria kërkoi dënimet përkatëse për të gjithë të pandehurit. 74 vite në total ka kërkuar prokuroria e posaçme për shtat të pandehurit e dosjes Metamorfoza. Dënimin më të madh SPAK e kërkon për Behar Bajerin me 15 vite burg dhe 14 vite burg për biznesmenin Pëllumb Gjoka. Ndërkohë për shefin e operacionales në Tiranë, Oltjan Bistri, SPAK ka kërkuar 9 vite burg. Për të pandehurit e tjerë janë kërkuar dënimet me burg përkatësisht 11 vite për Edmond Prekën, 10 vite për Astmer Bilalin, 9 vite burg për Ardit Hasanbegajn dhe 6 vite për Xhevair Litën. SPAK ka kërkuar gjithashtu konfiskimin e pasurive të Oltjan Bistrit me një vlerë prej 1.3 milion euro. Të pandehurit akuzohen për një sër veprash penale, përfshirë korrupsion pasiv, aktiv, nxjerrje të sekretit hetimor, falsifikim dokumentash, përdërim detyre si dhe përkrahje të autorit të krimit. Sipas SPAK, ekzistojnë dyshime të arsyeshme se biznesmeni Pëllumb Gjoka ka falsifikuar dokumentacionin me qëllim përfitimin e një sipërfaqe toke në zonën bregdetare të Velipojës. Ndërkohë, ish prokurori Xhevair Lita dyshohet se ka favorizuar lirimin e parakohshëm të Behar Bajerit në këmbim të përfitimeve monetare. Po ashtu, ish shefi i forcave operacionale Oltjan Bistri akuzohet se ka informuar Gjokën për një operacion policor të parashikuar për goditjen e palishme të aktivitetit të lojrave të fatit. SPAK i bën përgjegjës Astmer Bilalin, Behar Bajerin, Pëllumb Gjokën dhe Edmond Prekën për sigurimin e kushteve që do të mundësonin kryerjen e vrasjes së shtetasve Dorian Duli, Ibrahim Blici dhe Klanthi Musabelli. Dënimet do të reduktohen me 1/3 në rast se gjykata shpall fajsi për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar. Ndërkohë, pjesa tjetër e dosjes që lidhet me porositë për vrasje dhe veprat penale të rënda të komunikimit përmes aplikacionit Sky ECC do të gjykohen në një proces të veçantë me procedurë të zakonshme për shkak të kompleksitetit dhe rëndësisë së fakteve. SPAK ka kërkuar gjithashtu konfiskimin e shumës 1.3 milion euro të sekuestruara më herët si pjesë e hetimeve ndaj pasurive të Oltjan Bistrit, ish drejtuesi të forcave operacionale. Kjo shumë dyshohet se është përfituar në mënyrë të palishme dhe se është pjesë të ardhurave të pajustifikuara.